رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Hamdi i takon Allahu Gjeleshanu, salavat e qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për familjen e tij të ndershme. Gjematit e unë, fillimisht falenderojmë Allahu Gjeleshanu, pastaj salavat e pejgamberit alayhis salam, e pas falendrimeve dhe Allahu Gjeleshanu shtrejnë për njohje dhe falendrim të përzemër për hoxhën tuaj, Molla Lukman Kabelin, i cili 2016 për sfari herë të qenë Allah është për t'i gjeru dhe gati çdo vjetë prej atëherë nga ka po ftesë, Allah ka shpërblejme të mira, e inshallah Allah ta'ala nga forcoj të rrugën e davetit, sepse gjithë hoxhallarët duhet ta kemi një qatë mision, e misioni është fillimisht arritje e kënaqësisë së Zotit, e pastaj edhe të përmirësojmë aq sa kemi mundësi. Inshallah Allah ta'ala na mësojë që të ndikojmë dhe të arrijmë që të përmirësojmë në shoqëritë të cilat jetojmë. Sa i përket temës, sot pasi jemi në ditën e Bedrit, një ditë e madhe, një ditë e fitores të muslimanëve, dhe Allahu Gjeleshanu këtë muaj Ramazanit e ka bërë muaj të fitores, ku ne fillimisht fitojmë sevapet e Allahu Gjeleshanu. Allahu me të parë na shon sevapet neve besimtarëve musliman. Po ashtu fitojmë mëshirën e Zotit, po edhe fitojmë faljen e Zotit me mëkatet. Kjo është ajo fitoria më e madhe që ne e arrijmë. Po përpos fitores shpirtore, Allahu Gjeleshanu në muajin e Ramazanit muslimanëve ju dha dhe shumë fitore tjera. Fitoria më e madhe është shpallja e Kur'anit, ku ne si ummet e fitojmë Kur'anin. Po ashtu në muajin e Ramazanit Allahu Gjeleshanu ja mundsoi muslimanëve të triumfojnë në luftën e Bedrit, që është lufta e parë që e bën muslimanët kundër pabesimtarëve. Dhe ishte fitoria e parë e muslimanëve me shka Allahu Teala e nderoi ushtrinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mu në ditën e 17 të Ramazanit. Po ashtu në këtë muaj, në muajin e Ramazanit, u bë edhe çlirimi i Mekës, një fitore tjetër e muslimanëve që Mekëja, Ka'bën të cilën në çdo namaz kthehemi në drejtim, Allahu Gjeleshanu e çliroi prej idhujtarisë, e çliroi prej sistemit të idhujtarëve të pabesimtarëve, një sistem zullumqar që e mbante peng Mekën. Allahu Gjeleshanu mundsoi që të fitohet ky vend dhe çlirohet me ushtrinë e muslimanëve në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po që ma të dashur, ne dhe të ndalimi në 4 pikë, të trajtojmë 4 segmente sa i përket kësaj ditës së Bedrit, sepse besoj sicili në xhamit e veta keni dëgjuar prej hoxhallarëve historikun e plotë se si ka rrjedhu, do thotë ngjarja e Bedrit, po ne kemi shkputur vetëm 4 segmente për cilat dëshiroj që të nxjerrim disa mësime për sa i përket kësaj ditës së madhe, ditës së Bedrit. E para, çfarë duhet të kuptojmë ne si musliman nga dita e Bedrit? Mos të kesh frikë nga askush përderisa e ke Allahu Gjeleshanu me vete. Nëse Allahu është ka ana jote, mos e kije gajle kanë e kije përballë. Nëse Allahu Gjeleshanu ne jemi në anën e Zotit, ne jemi në të vërtetën, kushdo i le dalë përpara, muslimani s'ka nevojë ta kese dërë se kanë e ka përballë. Muhamedi alayhis salam ushtrinë e kishte vogël. Apo thuhet ka qenë 330 ushtar, 350 apo 317. Pa marrë parasysh numri i vogël njerëz. Allah tjetër një grup i madh i pabesimtarëve një ushtri e përbën ditën e 1.000 ushtar. E tash 300 me 1.000 normal se raporti nuk është i barabartë. Po, çfarë i bani me dije Muhamedit alayhis salam edhe neve njëkohësisht? Nuk është e rëndësishme sa ki e numër, po sa ki e zemra. Se nuk lufton numri që
lufton zemra e ushtarëve. Dhe nëse ushtarët që ndjenjë sakrifikojnë për hir të një kauze madhështore, Allahu xhaleshanu ju jep fitore aty. Dhe ata në Bedër nuk e kishin derdhin se sa numër kanë, po sa prej atyre të cilët ishin ato shtri luftojnë me gjithë zemrën. E këto 315 luftu krejt me gjithë zemrën. A kaona e pabesimtarëve ishin 1000, ama nuk ishte që luftojnë me zemrën. Dhe prandaj Allahu xhaleshanu ju dha fitore muslimanëve. Dhe na e bëjmë me dije që mos lidhemi shumë pas sebeve, se Allahu i shoh sebeve. Allahu do të që ti marrim sebeve, ama mos u lidh për sebeve. Dije se kush është ai që jep fitore. Dije se ai i cili jep fitore është Allahu e ju ushtria, jo armatimi, që 2 vjetë të mundu Palestinë e shqipti shkatovo. Ku janë gjitha ushtrit mëdhoja, luftojnë me një grup të vogël të një ushtrie të përballur 3 deri në 14.000. Kur nisi sefte lufta, apo kur nisi sefte, dilte Izraeli dhe Amerika çka thoshën? Hamasi ka 30.000 deri 40.000 ushtarë. Apo? Tash është 2 vjetë që kanë kaluar prej asaj lufte, e kanë tepruar. Izraeli ajo del dhe deklaron që Hamasi ka 30.000 deri 40.000 ushtarë. Po brenda 2 vjetëve hicu vrana. Demek nuk qeka xhamat numri, po qeka ata cilët luftojnë. Ata të cilët dëshirojnë të arrijnë kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Dhe Allahu xhaleshanu po ashtu që na bën me dije se kur ti të luftë, nuk je ti ai që bie fitore. Është Allahu ai që ka jep fitore. Wa ma ramayta idh ramayta, walakin Allah rama. Këtë ja tha Allahu xhaleshanu Kur'ani Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur gjuhët të nuk jetë ti ai që gjuhët, po është Allahu ai që bën të gjere në vendin e duhur. Apo? Ti e fugët, ku e ti se ku do bjerë? Është Allahu ai që e çon bjerë në vendin e duhur. Po sa ka snajperistët të cilët do ta qellojnë dikon në së rrugë. Ajo është precis, ama Allahu nuk ka thënë që ai dale në atë vend të vritë. Edhe së në rrugë. A ka dhe tjetër, këto që kanë luftuar s'ka gjekrit ushtarë përgatitet në ushtri. Ama kanë gjujt edhe kanë rrugë destinacioni. Me këtë çka kuptojmë që ma. Allahu është ai që bën të mposhtë armiku. Allahu është ai i cili ty ka jep fitore si unë. Dhe ne duhet të lidhemi te Allahu xhaleshanu. Duhet shpresën tona ti mbarim tek Allahu xhaleshanu, jo te fuqia jonë. Fuqia jonë që ma të shumë e do. E Allahu xhaleshanu është ai që u ka dhënë muslimanëve fitore, edhe na jep edhe neve kur ta kuptojmë ne si musliman se do të kthehemi te Allahu. E jo te takati jo. Takati jo është i pamjaftueshëm xhamat në asnjë aspekt. Po është Allahu ai që na jep takati. E këtë ne si musliman e lexojmë edhe në surën Li Ilafi Quraysh dhe Allahu xhaleshanu ku na bën me dije në ngjarjen në fakt në surën tjetër ku Allahu xhaleshanu na tregon mposhtjen e ushtrisë e Behas. Në surën Fil. Allahu xhaleshanu na tregon tek Elem Karakefe ku erdhi një ushtri e madhe në Mekë prej Yemenit e udhëhequr për një mbreti që quhesh Ebreha. Dhe Ebrehaja e kishte një ushtri të madhe, po jo vetëm ushtar, po në atë ushtri kishte edhe elefanta të mëdhenj. Dhe ata elefanta i kishte marrë me qëllim që ta rrëdhoje qafën, ta shkatërroje qafën. Se në ato i përdorshin elefantët sigurisht që i përdorin bagerët. Dhe ata kishin në ushtrinë e tyre edhe elefanta që ishte e habishme për ato. Po xhamati ndash edhe këtë vend, edhe këtë rast, Allahu xhaleshanu çka na tregoi. Allahu xhaleshanu çoi zogj të vegjël, të cilët me këmbët e vogla të tyre mbajshin burr dhe i çuan mbi ushtrinë e Behas, mbi ata elefantat e vet dhe i shkatroi të gjithë. Në xhamat, gjithë ato elefantat të mëdhenj. Apo dhe elefanti një prej kafshëve më të mëdha që është tash. E xhamat,
zogi sa I vogël është krahasi me elefantin. Apo? 100 zeq ti vëndohën shpinë elefantit I bagës e ka problem. Po gjitha jo kafshë e madhe, unë poshtë për një zogë të vogël. Çka na tregon Allahu xhaleshan? Pra, nuk është përsëri në pyetje se sa kje ushtri, e sa janë të mëdhej njerëzit në atë ushtri, e sa janë të fuqishëm njerëzit në ushtri. Mos po bjerë dhe si për Israilet, të cilët kur dolin me Musën a.s. Çka I tha? Kur I panë ata bandorët që ishin aty brenda në Palestinë, u friksu. I panë shumë fuqishëm, shumë njerëzit të mëdhej. Dhe I tha Musës a.s. Idhheb ante wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Ta o Musa, shkota ti lufto me Zotin tonë dhe të presim që këtu. Kur ta shqirojshti, ata në atyr. Në ta të litë I tira ata. Kur të bohët këtë basër, ka s'ka që ma, duhet mundohesh për ta fitur. Dhe Allahu I dëve 14 vjetë ndojnë në shkreti. Deri sa u zhdu kjo gjenerat e përtacve, një gjenerat e frigacakve, dhe gjenerat tjetër e cila do të luftuje për kauzën e Allahu xhaleshan. E gjematin në shumë. Pra, pika e parë që duhet ta kuptojmë nga ngjarja e Bedrit, është se nuk luftojnë numrat, nuk luftojnë njerëzit, po ati ku është ndihme e Allahu xhaleshanu, ati është edhe fitoria. E dyta, që duhet ta analizojmë nga jeta e pejgamberit a.s. në momentin e Bedrit, është gjemati nderuar konsultimi pejgamberit a.s. me sahabët. Pejgamberi a.s. ishte më I dishmi I njerëzve, më I zgjedhur I njerëzve. Po përsëri xhamat u ul edhe u konsultu me sahabët si t'ja bëjmë, çka të bëjmë, si ta organizojmë këtë luftë. Dhe u qu Ebu Bekri e dha një mendim, pejgamberi a.s. e ndërë. U qu Omeri radiallahu anhu e dha një mendim, edhe përsëri vazhdojnë tjetër ato dikush japë mendim. Dhe Sadi, radiallahu anhu, Sadi ibn Ubadë, thot ja Rasulullah, sikur e shoh e lypën mendimin tonë medinasve, banorëve të Medinës. Apo. Të Mekës folin dhe më duhet ta di ju të Medinës si e shifni të ku, se ne me keni të liartë e ju. E tash ja kemi pru luftën. Ju çka thujnë? Sadi ibn Ubadë që ma shifa e ditë shmërie sahabët me pejgamberin a.s. Ta ja Rasulullah, shkota ti përpara, ne ta vim pas teje. Ne ta nuk kemi ta si Izraelitët që I thanë Musës a.s. Shko luftoni me Zotin e ne të presim këtu. Ne të themi, shko se na kjenë pas shpinë e neve. E nëse ti ta hjeta ndeti me kafsh dhe kuaj me teve, edhe ne ta vim pas teje. Dhe kjo I ta vullë në pejgamberit a.s. Edhe ta hajde bismillah e ta nisëm. E xhamat, kjo mbështetje që ja dhanë sahabët pejgamberit a.s. po është e rëndësishme konsultimi. Pejgamberi a.s. u konsultu me shokët e vetë, që na jep neve një mësim, asnjëherë mos punon për e vetë. Kështu sa I meqet me ka, kështu sa diploma me pas, kur njëherë mos I doj vendit mashallah sa I meqet gjamune, s'ka nevoj kërkush nuk kalzoj e mu. I di unë e kejta. Atë një kur I kalzoj dikuj, e di, më që më kalzoj e di. E di, mi, kur ta shoh që bon gabi, mëse si pjeko më shoh, po ti e di, qo tash, a e di ishe. E gjema, duhet do thote me u konsultu, pa marrë parasysh edhe me e di, pra konsulto. Bisedo se një mene, thot një fjallor, hiq mene. 2 mene, thot gjins mene. 3 mene, thot mene e plot. Komplet mene. E ka dhe gjema, duhet do thot me u konsultu, se sa ma shumë që bisedon me njerëzit, ma shumë mendime, ma shumë ti ta bërë me të se je me meshti. Ta se s'di këto kur që jo, pytë se nështë ato ti ma shumë se ti. Edhe ti habit është I dijes që nështë e shem, edhe ti di njeri ma I kishë. Pra ndaj, sot ne di të efekt që kemi musliman së konsultoh me një atë tjetër. E shumë dhe bota shka bon? Bota janë unike, bota mbahën me një atë tjetër, kur është bëjtje sulmohën një shtetë musliman. A muslimanët nuk konsultohet me të tjetër. 57 shtete muslimane së mirën vesh, ta shkon Amerika I bombardon, shkon Izrael I bombardon, 57
57 shtete gjematin muslimanve nuk din çka bëjnë. Halasin janë të konsultu, të mirë veshë çka bëjmë, si që bëjmë, që është një armik i jashtëm ka ardhur dhe sulmon një shtet që ka musliman, çka bëjmë? Çka me bo? Së janë të konsultu gjematin me qetë. A pejgamberi alayhis salam me 313 veta përsëri konsulton. Ne sot 2 miliard musliman së gjejnë gjithë përbashkët. Sikur me qenë, do thotë të fesë ndryshme, ata fejnë e ka ndryshme që ma. Jahudit jo Jahudit, Amerika është krishter. Do thotë fejnë ndryshme. Ata janë në Amerikë, këto janë në ndërmjet Azisë në Afrikë. Kontinent tjetër, ata kontinent tjetër. Ama shive e kanë gjithë një gjithë përbashkët. Edhe pse fejnë se ka një, edhe pse gjuhën nuk e ka një, edhe pse kombin nuk e ka një, përsëri e bo bashkë për të sulmu musliman. Muslimanët fejnë e një Kur'an, një namaz e falim, krejtët të nga kibla, ama gjithë përbashkët së në gjejnë. E masat sundon, do të sundon që ma. Sundon se ne së mirë mi vesh. Ne një kjo e folim, asë mirë mi vesh. E kjo është e defekti me madhë, që ne së konsultohemi dhe së në gjejnë atë pikën e përbashkët, që si musliman të luftojnë për një kaos të përbashkët. E treta, gjematin të shkë. Edhe në gjendje lufte, pejgamberi alayhis salam pasi u kry lufta me 70 personat të cilët u zonë rob nga ushtria e muslimanëve, pejgamberi alayhis salam e gjet një hapësirë që t'i jape vend dijes. Dhe çka bëri pejgamberi alayhis salam me këto 70 të cilët u zonë rob nga ana e idhujtarëve? Pejgamberi alayhis salam i kushzoi secili prej këtyre 70 që do ta fitojë lirinë e tij, duhet t'i mësojë vetë musliman të shkruajë dhe të lexojë. Pra pejgamberi alayhis salam në luftë e kishte derdhin ta luftoje analfabetizmin, ta luftoje padijen, se padia është errësi në xhamat dhe pejgamberi alayhis salam do të ta luftojë në vakt luftës. Dhe këto 70 veta, kur do t'i mësojnë ka dhejt për muslimanëve, automatikisht xhamati kemi do të 70.000 njerëzit të cilët dinë të lexojnë dhe të shkruajnë. Pra, fakt 700 studenta. Më njëherë, pejgamberi alayhis salam i përgatiti 700 persona të cilët dinë të shkruajnë dhe të lexojnë. Brenda një kohë të shkurt e boni një shkollë vetë. E këta pastaj fillon përgatitin tjerë talebe të cilët do dinë të shkruajnë dhe të lexojnë. Pra secili t'i mësojë ka vetë. Dhe automatikisht pejgamberi alayhis salam e boni një numër të muslimanëve të cilët dinë të shkruajnë dhe të lexojnë. E në luftë xhamat, pejgamberi alayhis salam e bajte gajën e dijes. Se ishte mësues që sot është dita e mësuesit po ashtu, ama pejgamberi alayhis salam ishte mësues i vërtetë, jo për rrogë, jo mësues vetëm ta marrë rrogën dhe mos i interesojë çka bëjnë fëmijët. Jo mëse kese gajën se çka do mësojë ai fëmijë. Jo, ishte mësues i vërtetë që i mësojte njerëzit në jetën e tyre dhe për këtë botë dhe botën tjetër. Dhe pejgamberi alayhis salam, pra në kohë lufte, e kish gajën të arsimohet mileti. I shohëm luftë po në Palestinë, nxënësit kanë qejf të mësojnë. Ishe mësojnë dhe ka bëni grupa ti, lexojnë, shkruajnë, që mos mbesin mbas në arsinë. Qetër kurdi bombardohet, shkojnë përsëri nga për shkolla. Ne ketra në plot ishe nxënësit asnjë në shkollë. Asnjë në shkollë. Ramazan, lodë. Po kush ka qenë trish deri si fyr këtë më? Çka ke bëti i ri që ke dhënë deri si fyr? A Kur'an ke lexuar namaznave, jo në telefon atë. E ka dhënë gjithë në telefon, e në 4 pas e ka rrot fejnë, e në 7 se qohën në shkollë, e se qohën. E arsimtari për i 30 nxënësive, 25 nxënësive që i ka në klasë, me 3 vete në pamësi. Pse se nuk i shkojnë nxënësit musliman në shkollë, se të lodhët për të ndërë nësë telefon. E gjemati dhe rrëtë. Ne, me pas luft, ne tash pa luft i kemi fuk libra. Pa luft i kemi fuk qantët. Pa luft nuk dojmë shkollë. Po, me pas luft ne. E dini se nxënësit u shpesh i pyes, çka është qefi më i madh juve në shkollë? Qefi më i madh diçka shkolla. Mos shkojmë në shkollë, mos keni se shkollë,
Ke qirve me fëmijët e tonë. Mos shkoje në shkollë. A të parët ka luftu të bëjë shkolla që ka luftu të bëjë shkollë. Po edhe të shka bonë, popli jonë, 93, 94 për qenë, do të të universitet. E nuk e luft, ama gati luft. Apo? Derisa u arrit qenët në universitet në Shqipe. Edhe qenën, edhe a shkojmë sot, jo dhe nuk shkojmë. Do të problemi është sa qenë, ta kemi në objekti. Ama, pse nuk shkojmë as e shkollë, ja, po që s'na duhet, kom bonu dhe E tash ne pasin gjemat dhe ta bëjmë një objekt e mrejta në shkollë. Studentët muslimat sot nuk dojnë që shkollohen të bëjnë fakultete. Ne jemi mësur gjemat dhe objektit ta bëjmë një gjami, a bëjmë 300.000 euro, 500.000, 1 milion, ta bëjmë një habitin tjerë, njerë në një vend e njësë një gjami me një shtrejt, apo 1 milion, ta është pëse me qytet investim, ta është ka përcen shkije të klasit. Jo që është klasë të ty dhe në kare të mlerë 1 milion euro, ku për mirë. E ti të bodë dhe të bëjë kur shkoj shkash, 3 sape, 2 sape, së moshë në gjamia. Se ne që bodë nuk punëm njerit problem. Do të një dije ta mjellin të generatë dashme, në objekte shumë. Ta bëjmë një universitet, ama pëse s'ka në zonë, si nuk shkojnë dhe, vesh me tjese. Ta bëjmë gjami në tjese, ama s'shkojnë në gjami. Po pse bodë dhe? Pejgamberi alayhis salam 30 vjet me nuk bodi xhami. Boni njerëzit meqë. Dhe shikoj bojë njerëzit arsimu. Dhe rastin e parë ku e pa që të mundet të ndihmoje në luftimin e analfabetizmit, e boni pejgamberi alayhis salam arsimimin e këtyre muslimanëve në rastin e luftës Bedrit. E xhamatëve ne të mëdhë do të thonë. Jo vetëm objekti do njerëzit, xhamia do njerëzit. Universiteti do njerëzit, ne duhet pra të bëjmë mentalitet të ri, jo objekte të reja. Bëjmë mentalitet të ri, që a i mentalitet të ri, pastaj të vijen një generat e ashme, cila do t'i mbushë gjami, jo edhe t'i boje gjami, po edhe t'i mbushë gjami. Jo edhe t'i bëjmë shkollë, po edhe t'i mbushim shkollë. Mos jese Ramazani muj për tacisë, mos jese Ramazani muj i mërzijave, po i aktivitetit. Pejgamberi alayhis salam Bedr në Ramazan, po ish luft. Luft, po me Ramazan. Ne për një punë të vogël, sot ma Ramazan, mësë në dalë në para për kush, mësë në folje për kush, gruja s'u zot folje, djali s'u zot folje, reja s'u zot folje, i keq pohë Ramazan. Jo i gatimi. Ramazani s'ka të bëjt keq. Ramazani ka të bëjt mirë. E nëse të bëjt keq, shika me Ramazan. Se do shta s'mba. Ti do shta mi papu, ama Ramazan s'mba. Se Ramazan e ka qëllimin të bëjt mirë. E nëse të ka bëjt keq, do thot problemi shqipe a jetë e mbajt Ramazan për Allah, apo jetë e mbajt dijet, trish pa buke pa uj për të radhë disa kile. Gjemat, këtë duhet ta kemi parasysh pra, e trejta si pi, që pejgamberi alayhis salam në rastin e Bedrit do thot e luftoi analfabetizmin. Po ashtu gjemat, nga Bedri, si ngjarje, si luftë madhështore që ndodhi, ta bëjmë një paralele e kohës pejgamberit alayhis salam dhe sot ku janë muslimanët. Dhe unë për fund, që mos u lodhi edhe shumë gjëra, pejgamberi alayhis salam e përmendi një hadith që është shumë aktuale sot. Që shumë aktuale është ditësor. Pse kjo dobësi e muslimanëve? Pse kjo dobësi muslimanëve dhe shqipe tjera, çka ju bojnë krejt luftat në shtetet e muslimanëve? Krejt problemet i bëjnë të shtetet e muslimanëve. Ku shkatrojnë shtetet muslimane që mos jese asnjë shtet i fortë. Ishte një Siri e shkatrun, ishte Iraki e shkatrun, ishte Libia e shkatrun, gjitha Shiranin e shkatrun, dhe ajtëherë mos kese shtetet forta, sepse Izraeli dëshiron gjatë territor në mes Nilit edhe Eufratit ta mojë shtetin e Izraelit. Në të qëllim, zatën edhe flamurit e këti pasi është flamuri i Izraelit. është një sipërfaqe e bardhë me 2 vijat pa vyfta, me 2 vijat kalkërta. Çka simbolizojnë ato 2 vijat e kalkërta? Ato simbolizojnë dilumet, Nilin edhe Eufratin. E çka do të ketë ndërmjet Nilit edhe Eufratit? Është ylli i Jahuditëve, do thotë në mes Nilit dhe Eufratit do të jetë toka e Jahuditëve. E xhamati dashur do të jetë planifikuar të madhe prej vitesh
se si ta marrin këtë territor, por nuk mundën ta marrin përderisa nuk i dobësojnë shtetet muslimane. Sa ata për ta prunë jahudit t'i vinë në Palestinë, do të shkatërrojnë Perandrinë Osmane. Se përderisa ishte Perandria Osmane, nuk kishin mundësi ata ta formojnë të shtetin e Izraelit. E shkatërrojnë Perandrinë Osmane, atëherë i prunë jahudit në Palestinë, edhe e formuan shtetin. E tash që ta zgjerën shtetin, nuk ka mundësi pa i dobësu të shtetet tjera të cilët janë të forta. Edhe ata nisën ata që janë të shkatërruar çdo 5 vjet ka një shtet fort, edhe tash ka dalë rrezikun e shkatërruar, edhe ka bërë do të tash se mund ta shpallin shtetin e tyre, të cilët janë do të na planifikim të sipër. Po xhema, pse muslimanët, ku janë muslimanët? Pejgamberi alayhissalam ne përshkrujti këtë gjendje në një hadith dhe tha: "Do vijë tani kohë." Pejgamberi alayhissalam sikur me jetu sot, shekulli 21-2026. Edhe pse ishte para 1400 vjet, ama fjalët kur t'i analizosh sikur me jetu sot. Dhe tha pejgamberi alayhissalam të dëm lidhën ta popull tjerë, populla juve tha për t'u shkatruar. Si lidhën tha ato të undit, njerëzit të undit për tryezës, për tërësisë. Kretë pohën rreth që të halë në tërësinë, si njerëzit e undit në tërësinë ta, që ashtu ta dhe ju reflekojnë ta bota, popull tjerë. Dhe sot e shohë që pas i ka refleku me Australi, me Kanada, me Amerikë, me Evropë, kretë që në lirë kundra muslimanëve. E gjëma, pejgamberi alayhissalam vazhdon aty dhe tha: pasi e tha këtë fjalë, sahabët u mërzitën. Se në ato ishin pak muslimanë, nuk ishte numër të madh muslimanë. Para mendoja 6 vjet e para ka qenë 40 vjet. Hazreti Omeri thotë janë i 40 muslimanë, i 40. Hazreti Omeri ka pranuar Islamin në vitin e 6 të shpalljes. Dhe 6 vjet 40 vjet muslimanë. Dhe u mërzitën muslimanët të një Resulullah, pak dhe ime dhe gjesim që shumë e pak, ta jo, muslimanët dhe gjese shumë, ama dhe dhe imi ta të parënësishëm. Si kur e shkume e detit, e shkume e detit kur e fugën detjat i anësh, dhe thot, nuk i që diamant të deti anësh, i që ato kramdet, ato shishe shka i ka fugë, që ato setet e parënësishme i që, që ashtu ta dhe imi në ju. Ta një Resulullah, pse të ndodhe kjo, me si të jemi shumë, pse të dhije kjo kohë shumë, që më snavarën dorë për kushti sot e ishe, a i më ndodhi kush musliman. Bonët muhabeti për Palestinën, a e vendosën Amerika, e vendosën Anglia, vendosën Franca. Para mendojë, shpitane vendosi kujshin shka të bëhë. E që shumë ka argjendje që ma si pyk muslimanët për kush shka të bëjë. Jo të i pyk ke tjerë. Rusia e pleje, Kina do të apeleja, ama muslimat si pyk ju besitojnë, habe në ju që t'ja zani, s'ka o zani, nuk një në zani muslimanëve. Kjerë foli për tokët e muslimanëve. E mëse i dajt pa drejtësisht për i dajt, a jeti për fol, jo. Ne ka dajt Shqipnin gabim, ku ishe di ku dajt? A ka fol Anglia, a ka fol Franca, a ka fol Gjermania, a ka fol Austria, ti ku ishe? E po s'ka marrë ndorë, e ta shka dajt i dhe kufit a i ku dojt. E në sot gjela të shohë muslimanëve, ja u vejt kufit ato ku dojt, pse? Se zonë muslimanët nuk qesin. E gjela u habitët sahabët, thamë, pse pas dhe imi të parëndësishëm si shkume e detit, e në pse dhe imi shumë. Dhe sahabët ishin kurios, ta një Resulullah, po pse dhe bohën ato muslimon qashu? Pse dhe ime në ato qashu? Ta se Allahu Gjeleshanë po, prej zemrave të armiqve, ta do ta heke frigëm dhe muslimonve. Do të shkijet, pa besimtarët, jo muslimat, mo nuk dhe frigëm dhe muslimonve. Në të kohë dhe u frikshin. Kur dishin kashime muslimat u frikshin qafirë. A sot nuk frigën. E shenë muslimati se bon ma. Nuk ndije dhe i frigë. E Allah dhët e ka hekë të frigën i zemrave pa besimtarë. A në zemrat e juja dhët, dëshkije dhët e luahnu, dopsi. Që e dishi sa abut fjallet e luahnu, e dishi sot, dishka e dobët. Dhe i thajnë, Resulullah, qëfar dopsije ka dërhije zemrat e muslimave? Ta dërhije ta dashnia dhe dunjalogit, e në thët frika për vdekjes. Muslimat shumë me rak dunjalogit, shumë dhe dojnë dunjalogit. E sot që e mëllat, a është e vërdeshë kjo, u dërmu
musliman të ngarin për dunjallë. U lodhët të ngarin për dunjallë. Edhe frikë të dëkijën për vdekjes. Muslimanit ki është frikë t'i folish për vdekje. Sot është e gjendje xhamat. Hija hoxha ka zërë des, di ka zërë di thonë kush hoxha. Për mëse në ishtia të jetën, më me këtë vdekja e dim se dhe bodë të foli dhe nëse qepë. Ne u qavarë të në zërë të folish për vdekje. Për para, ish problem në kafe, dhe u foli, ajë, është e në kafe më në erdë, ajë më në gjami s'kina po hikna, po, e në kafe, e tash ka nisë u qavarë në një presion, më s'foli për vdekje. Më s'foli se, dhe pim gjarë sa ta që unë bumë bëjpare, ti vdekje të pakujtë e shumë. Leja të ajde të folë për pare dhe se folë si pofta milionera, ajme do se zbes. Më që ama se hoqë s'folë për vdekjes do të se të shkëtë imri ty. Që unë dhe mbili go s'folë për vdekja, në rështi për sare? Jo, pra ku në vjetë daviki, ti të vdesh. Pa ma mirë është dikush që të dhej, që të në basë një grobë, rubju. Apo dikush që të dalë dhe të këshyrën e të pishë grobë, cilë është maj mirë? Jo, maj mirë është që të dhej, se që të është një grobë dhe pishë. Edhe ne jemi t'ju kalëzohë, e është një grobë që i dojnë forë dhe himnit e ti. A i ma mirë është sa i hoxha që i ka baj dojnë qejtë e së thotë, aha, grafë një të njësë. Po, grafë e mund i ditë për të vijë dhe pyte sa pare ke pa. Dhe pare korupsisë dhe vështi i melajit dhe ndekës. Dhe t'ja për la parë, vetëm shlëmërojë. Sa vret një ka pasë pësë ne ka korupirë. E që hati në rrë, dhe thotë, kjo është e frika që ka hinë zemrët e muslimanve, frika se po vdes. Edhe Allah që në shamë dhe nga këto kishtë do munafika të për nga mirë të resab, u frikë që dalin luft se po vdes. Dhe Allah që në shamë më ju tha, e në qofshin ta edhe në fortifikata, në kalaja, pa vdekja dhe të gjegje, e i dhe ma akundë. Kuto që ti është vdekja dhe vdekja? Kuto që ti është? Nuk kje mundësi ti i kishë vdekjës. E që ma të në për vdekjës e ti, e më zbof për frikasat muslimanët, si sot që e ka kaplu këtë frikë për i botës, ajo lufta të rëbon një randë dhe këtu panikë, unë me gjithë një milë, se me shetë luftë, panikë, hajda varë lufta, para dhe dojë. Po me da varë nërë dhe lufta është për shma nërë, që një përë si dojë. Pa ka lufta në ka një panika. Benzis, mullet marë benzin shumë, po anë me qëtë dhe marë shumë. Sa thasë milë dhe blesh? Hajë që ka zonë ti, ka një panika, qërë blej mirë, blej makarona, blej kërë, zejtin, krim, hajë sa dhe blesh. A ti blesh dhe tasë? Po. A ti me dhësë dhe tasë dhe ka përse shluftë dhe. A ti blesh dhe paketa zejtin? Ka me dhësë dhe paketa zejtin dhe ka përse shluftë dhe. 16 luftë e Sirisë që ma. 16 vjetë. Në vjetin e parë, ku ka harqita që ka blej magazin për milë se, blej milë se luft, blej zetin se luft. Vjetin e parë, ta 15 vjetë qera. Vajle ne, pojtim sa të zgjallë e lufta. Hajtu unë ndajnë lufta për një muj, për 2 muj. Po qka nëse shkon 10 vjetë, ati ke blej milë për 2 muj, 2 muj, ose 1 vjetë. Masane, gjema, s'ka dhe për bo panik. Se qisa me kam ti së pregatit. E gjemati në rrë, t'jemi pregatit me zemër, e Allah që në shanë më nga dashtë fundit me iman, ajo është besoria, e t'jemi besimtar të vendosët, t'i themi me vetës muslimat hakikat, si kur i tali sahabe me nga vetë e lisat, ta beso Allah më të mes në rrimë, ta pasaj pomi që ndrushën nga pasaj. A i këta vetit besimtar, por rrimë basë qësaj. Inshallah t'i dini t'i rrimë basë, inshallah Allah më në japë e fitorit neve si muslimat, ku dhe që t'jenë, ku t'jemi, Allah inshallah ta'ala ti mbrodhë muslimatët për kurdave dhe shëreve të zullumqarve, inshallah Allah ta'ala si e boni vendin fitorit të muslimatëve në bodhe për nga mirë të islam, edhe këtë Ramazan, inshallah Allah ta'ala ta bojëm fitorit të muslimatët ku dhe t'jenë miruruz dhe toksor, inshallah Allah ta'ala ti mbrojë muslimatët nga shërin i të shafshire ku dhe t'jenë. Subhanallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.